Po e nisim me 21 janarin, siç e tham, ku ndodheshit ju në ato moment me 21 janar dhe pse doli situata, ku e kuptuat ju që situata doli jashtë kontrollit? Kishte ditë në fakt po përgatitej protesta 21 janarit asaj kohe, e cila është sot në drejtim të vendit të Partia Socialiste bashkë me aleatë të tjerë të saj. Onin domosdoshmërisht ndryshimin e qeverisë nëpërmjet sparë largimit të ish zëvendës kryeministrit të asaj kohe dhe ish presidentit më vonshëm zoti Ilir Meta për shkak të historisë të bllokut të famshëm të 700.000 eurove që ishte dokumentuar apo ishte regjistruar nga Dritan Prifti në një video në zyrën e tij, në cilën shfaqej ish zëvendës kryeministri Ilir Meta dhe Dritan Prifti, i cili në mos gaboj ishte në postin e ministrit të industrisë dhe të energjetikës. Nga kësaj video sigurisht që shkaktoi sigurisht një kaos total edhe në qeverinë e Partisë Demokratike atë kohë që qeveriste me koalicion me partinë e Lirisë sot apo Parti Lëvizja Socialiste për Integrim që ishte në atë kohë, dhe sigurisht që ishte edhe një reagim popullor sepse ishte një nga rastet e para të rralla ku një funksionar i lartë shtetëror dokumentohej me video, me pamje, me fytyrë, duke kërkuar, si thua, apo duke pranuar një favor të rëndësishëm financiar, të cilin ai po e negocionte me ish ministrin e tij të nderin Dritan Prifti tashmë. Dhe sigurisht që pas kësaj situate kishte një lloj reagimi popullor, kishte një lloj reagimi edhe nga lëvizjet opozitare, të cilët gjetën një moment shumë të rëndësishëm për ta shfrytzuar si rast, si mundësi për të kërkuar dorëheqjen së pari të ish zëvendës kryeministrit Ilir Meta dhe që në atë kohë kryente funksione e zëvendës kryeministrit, por edhe funksionin e ministrit jashtëm. Me 21 janar, sigurisht që pastaj protesta po përgatitej nga opozita prej ditësh dhe sigurisht që kishte, si thuash, ishte një lloj atmosfere që ndihej që mund të kishte përplasje mes protestuesve, mes mbështetësve të opozitës, së koalicionit të opozitës dhe strukturave të sigurisë së policisë së shtetit, të gardës së Republikës apo struktura të tjera të sigurisë, të cilat do të merreshin me garantimin e sigurisë së protestës apo dhe garantimin e sigurisë së institucioneve publike përballë cilave do të zhvillojë kjo protestë, dhe sigurisht ishin institucionet më të rëndësishme aty, ishte kryeministria ku ndodhej zyra, ku është zyra e kryeministrit në atë kohëshëm zoti Berisha, por në krahun tjetër përballë ishin dhe zyrat e kuvendit të Shqipërisë, të zyrat e komisioneve, pra. Dhe sigurisht që ekzistonte prej ditësh perceptimi se mund të kishte një lloj konfrontimi mes tyre. Dhe në atë kohë sigurisht që unë bashkë me shumë kolegë të tjerë punonim tek Gazeta Shekulli, bashkë me kolegun Flamur Vezaj, bashkë me Luis Tanushi, bashkë me kolegun Deniz Dedej, bashkë me Suela Topi, apo edhe Isuf Kurtaj, mos gaboj që erdhi edhe më vonë, por edhe shumë gazetarë të tjerë, të cilët ishim
përgatitur, si thua, është përgatitur një numër special për gazetën Shekulli Adit, e cila do të ishte e fokusuar tërësisht tek protesta dhe as thuajse çdo ngjarje tjetër që mund të ndodhte mund të ishte krejtësisht anësore. Dhe si thua, duke qenë se ne po përgatiteshim të raportonim një numër special të gazetës Adit lidhur me ngjarjen e protestës, u pa e nevojshme që të gjithë gazetarët e gazetës të ishin të përqendruar në protestën e opozitës atëhershme që do zhvillohej në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kur e kuptuat ju që ajo ditë nuk ishte ndryshe nga ato protestat e tjera që ju kishit parë? Po, sigurisht thash që atmosfera ndjej prej ditësh, domethënë që mund të kishte një lloj përplasje mes strukturave të policisë, të sigurisë, Gardës së Republikës, apo edhe protestuesve të opozitës, apo edhe përfaqësuesve të vetë opozitës, të cilët nën zë kishte nisur të ndihej, si thua, apo në atmosfera kishte nisur të ndihej që kishte një lloj tensioni. Dhe sigurisht në aty fillimi i protestës me ardhjen e protestuesve që vinin kryesisht nga sheshi Skënderbej, një pjesë e mirë e tyre, por nga rrugët e tjera të cilat të gjitha mblidheshin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kishte një lloj atmosfere mes protestuesve, mes tyre, mes demonstruesve, apo edhe përfaqësuesve të opozitës, që kishte një lloj mlefi për ata që e quanin korrupsioni, që kishte përfshirë qeverisjen e vendit në atë kohë, dhe sigurisht që ky korrupsion pastaj shkonte deri në nivelet më të larta të administratës publike dhe qeverisjes së vendit. Dhe si thua, ky lloj mlefi mund pritej të reflektoj edhe apo pritej të reflektoj edhe ndaj një përplasje të mundshme që sigurisht me dëshirën për të rrëzuar sistemin e korrupsionit që ishte instaluar sipas tyre në qeverisjen e vendit. Gjatë momentet e para, sigurisht protesta nisi, si thua, normale, e qetë, ku folën disa përfaqësues të opozitës, ku foli ish drejtuesi i opozitës dhe kryetari i saj sot Edi Rama, folën përfaqësues të tjerë, të cilët shprehën shqetësimin apo shprehën edhe zhgënjimin e tyre për mënyrën se si administrata, se si qeverisja e vendit ishte vënë në shërbim të korrupsionit të zyrtarëve të saj të lartë. Dhe të gjithë, domethënë, përfaqësuesit politik përfunduan fjalimet e tyre, një pjesë e tyre u larguan ose kënduan aty në shesh, ndërkohë që pastaj sigurisht folën nga sa mbaj mend edhe përfaqësues të protestuesve, dhe largimi ka qenë besoj duhet të kenë ora rreth orës 14 në mos gaboj, 13:30 ose 14, protestuesit pastaj kanë nisur të konfrontohen me policinë. Sigurisht që pati momente, incidente që fillimisht mund të quheshin të lehtë, por sigurisht që pastaj sigurisht që shkuan deri në konfrontime, deri në provokime të dyanshme të policisë apo edhe të protestuesve, të cilët kërkonin me do e mos, si thua, shprehnin mlefin për qeverisjen, për korrupsionin, siç thash. Dhe sigurisht që barriera e parë e tyre ishin sigurisht strukturat e policisë, efektivët e policisë, të cilët ishin vendosur
mbrojtje mos shumti të godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Këtu pastaj një pjesë e protestuesve sigurisht që dolën nga kontrolli dhe filluan të godisin efektivët e policisë, të cilët nga natyre edhe ata po kundër përgjigjeshin po ashtu mjaft dhunshëm, dhe sigurisht që dhuna ishte e dyanshme, siç thash, edhe kishte një lloj reagimi nga strukturat e policisë, nga efektivët e policisë që ndodheshin aty, madje diku ndaj njerëzve që provokonin, por edhe njerëzve që ishin krejt të rastësishëm, nëse po them, në vendin ku ndodhte incidenti. Qartë, zoti Biçaku, çfarë pat realisht atë ditë në shesh që publiku ndoshta nuk e ka dëgjuar kurrë deri më sot? A pati momente kur u përdor dhunë pa paralajmërim? Kush e nisi përshkallëzimin sipas jush? Pra pati një lloj presioni nga protestuesit apo ishte reagimi i parë nga ana e policisë, gardës që ishte vendosur atë ditë? Po, si thua, mendoj se të dyja palët ishin të përgatitura që të kishte një lloj reagimi të tillë. Si thua, mbase edhe strukturat e policisë ishin të përgatitura që mund të provokonte policia e para për të bërë përgjegjës protestuesit, apo të provokonte apo prisnin edhe që të ishin provokuar në një farë mënyre që më pas kishte edhe një reagim. Por mendoj se angazhimi apo mënyra se si policia arriti ta menaxhonte këtë protestë në këtë rast, në këtë ditë, domethënë me 20 janar, ka qenë një nga performancat, besoj, më të dobta që ka pasur policia e shtetit në menaxhimin e protestave që janë zhvilluar përballë kryeministrisë apo në tërësi. Do të thënë se shumë protestues, siç thash, ishin krejtësisht paqësor në atë moment, por kishte shumë të tjerë të cilët sigurisht që ishin angazhuar në mënyrë më energjike kundrejt strukturave të policisë.